Tani ju e dini që kemi një qëndrim të LDK-s për president konsensual. Pra, le të fillojmë të flasim me emrat të përveçëm për një kandidat konsensual. Për një kandidat që nuk është në ndonjërën nga partitë politike. Kryetari vetëvendosjes e përmendi që nuk duan që presidenti të jetë nga radhët e vetëvendosjes, sepse ka pasur diskutime në opinionin publik që lëvizja vetëvendosje po insiston që presidenti duhet jetë nga radhët e tyre. Pra, edhe lëvizja vetëvendosje që përfaqësohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 53 deputet, theksojnë që janë për një president konsensual. Unë uroj që takimet me partitë politike të vazhdojnë dhe ato të ndodhin shumë shpejt, pra sipas njoftimit që kryetari vetëvendosjes na tha, me LDK-n do të ketë një takim shumë shpejt, ju përket atyre që tregojnë se kur do të ndodhë ky takim, por uroj që këtyre takimeve t'ju bashkohen edhe partitë tjera politike, pra jo të refuzojnë takimet, sepse refuzimi i takimeve nuk çon deri te një marrëveshje, duke pasur parasysh që për presidentin duhet t'i kemi 2/3 në Kuvendin e Republikës Kosovës për të vazhduar me procedurat. Kryeministri Kurti, kryetari vetëvendosjes, e theksoi që i ka votat për kryetarin e kuvendit, i ka votat për qeverinë. Dhe çështja është te marrëveshja për presidentin. Pra, mund të jetë si çështje në rend të tretë, pra konstituimi, qeveria dhe presidenti. Por është çështje prioritare, sepse mund t'i bëjmë të dyja dhe mund të mos kemi marrëveshje për çështjen e presidentit dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, të panevojshme sërish. Në atë kohë kur me shpejtësi janë konstituuar institucionet, kuvendi e qeveria, vetëvendosja ishte akuzuar se jeni ngutur. Pra, kanë thënë që do duhej paraprakisht me u marrë vesh. Madje kujtoj edhe një deklaratë të kryetarit Hamza, më duket ka qenë më 8 qershor, që ka thënë që duhet marrëveshje para konstituimit. Dhe tani po kërkojnë konstituim, e unë nuk po e kuptoj çfarë janë qëndrimet saktësisht të tyre. A duan që vendi të shkojë në zgjedhje në nëntor? Apo ka një plan tjetër? Unë nuk i kam shumë të qarta, por mendoj që kontributi secilës prej partive politike duhet të jetë marrëveshja për presidentin. Pra për presidentin konsensual, sidomos tani që kemi qëndrimin e fundit të LDK-s për një kandidat konsensual. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe po, është mirë që kësaj marrëveshje t'i bashkohen edhe partitë tjera opozitare. Së pari, mendoj që është rëndësishme të tregojnë arsyen për çfarë duan të protestojnë. Nëse është për vendimin e speciales, ne ende nuk e dim se cili do të jetë vendimi i gjykatës speciale. E unë uroj shumë që gjykata ta korrigjoj kërkesën e padrejtë të prokurorisë speciale. Nëse kam për këtë arsye, atëherë unë mund ja u kujtoj atyre. Unë nuk e kam votuar gjykatën speciale. E as subjekti vetëvendosje, të cilën ata sot e akuzojnë. Prandaj është mirë që të kërkojnë falje publike për këtë dëm të madh që ja kanë shkaktuar vendit drejtim. Sa i përket anëtarëve të KQZ-s, do të veproj në përputhje me përgjegjësitë. Shumë shpejt jam duke analizuar dokumentacionin që kanë sjell partitë politike. Ju e dini që 6 vendi i takojnë partive shqiptare, 4 vendet e tjera komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës dhe një është kryetari tashmë i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zoti Radoniqi. Sapo ti kemi të finalizuara të gjitha çështjet në këtë proces, natyrisht që do të veproj.